Një kompania e sapo krijuar, SunGrid Albania, ka rezultuar fituese në një procedurë të zhvilluar nga Bashkia e Vaut të Dejes për dhënie me qiratë një sipërfaqe mbi 50 hektarë në zonën e Mnelës për ngritjen e parqeve fotovoltaike. Më herët, në fillim të janarit të 2026-s, 3 kompani të tjera, një lloj të sapo krijuara dhe anonime, kanë fituar procedurat të ngjashme nga kryebashkiaku Kristian Shkreli, duke ngritur pikpyetje të rëndësishme mbi një skem të dyshuar favorizimi. SunGrid Albania është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, QKB, në 22 dhjetor 2025. Aksioneri i saj është Ardit Peqi, i cili rezulton se ka një aktivitet shitje fruta perimesh në Lezhë, që prej vitit 2024. Në të njëjtën ditë që SunGrid Albania u regjistrua në QKB, pra në 22 dhjetor 2025, Bashkia e drejtuar nga Kristian Shkreli shpalli procedurën për dhënie me qira e sipërfaqen 54.18 hektar nga strat numër 6A dhe numër 7 në fshatin Mnel për park fotovoltaik, stacionet, objektet përkatëse e tjerë. Sipas dokumentave zyrtar, çmimi dysheme i fillimit të konkurimit ishte në vlerë 7.747.740 lekë të reja në vit për të gjithë sipërfaqen. Rezultatet e procedurës së qiradhënies janë publikuar në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik në 2 shkurt 2026. Në garë, rezulton se ka marrë pjesë vetëm SunGrid Albania ShPK, e cila ka paraqitur ofertë 7.747.740 lekë në vit, saktësisht sa ishte edhe çmimi dysheme. Kjo procedurë e dyshimt nuk ndodh për herë të parë në Bashkinë e Vaut të Dejes, por duket se është shndruar në një normalitet. Në 22 dhjetor 2025, Bashkia e Vaut të Dejes shpalli fillimin e procedurave për dhënie me qira për 10 vite për sipërfaqe në total 306.83 hektar, e ndarë në 5 lote. Në 12 janar 2026, Bashkia shpalli mbylljen e procedurave dhe fituesit për 4 prej këtyre loteve, ndërkohë që rezulton se nuk ka pasur garë reale. Loti i parë u fitua nga Enerson Park Albania, e regjistruar në QKB në 24 dhjetor 2025. Loti i tretë u fitua nga The Valley Green Solar ShPK, e regjistruar në QKB në 22 dhjetor 2025. Loti i katërt u fitua nga Alp Volt Solar ShPK, e regjistruar në QKB në 29 dhjetor 2025. Loti i pestë u fitua sërish nga Enerson Park. Tashmë, kryebashkiaku i Vaut të Dejes, Kristian Shkreli, shpalli edhe rezultatet e lotit të dytë, të cilën e fitoi SunGrid Albania.